Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt. Si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të rikthejmë në vëmendje ngjarjen e rëndë të dhunës midis adoleshenteve, vajzave ndaj bashkëmoshatares së tyre. Në fakt, me kërkesë të familjarëve të vajzës së dhunuar, të cilët menjëherë pas transmetimit të emisionit të parë i kanë shkruar redaksisë emisionit Me Zemër të Hapur, kanë komunikuar me kryeredaktoren e këtij emisioni Anila Akmataj, tezja fillimisht ka kërkuar që kjo çështje të vazhdojë dhe të jetë në qendër të vëmendjes mediatike. Pra, studiot televizive të flasin për këtë ngjarje, të pathënat e kësaj ngjarje, por të flitet vazhdimisht dhe të mos harrohet siç ndodh rëndomt në Shqipëri. Ngjarja merr vëmendje dhe më pas disa ditësh ku një tjetër ngjarje vijon, ngjarja e parë pastaj zbehet nga vëmendja e gjithë atyre që po na ndjekin drejt për së drejti ditën e sotme. Menjëherë pas tezës ne kemi telefonuar edhe babain e vajzës, ai për herë të parë ka thyer heshtjen, ka folur në fakt një bisedë telefonike me mua, ne do ta kemi pas pak edhe në një lidhje të drejt për drejt nga ambientet e banesës tezës, vetëm të gjitha këto do ndodhin në transmetimin e sotëm. Po i rikthejmë edhe një herë në vëmendje për të dëgjuar edhe versionin e babait, sepse versionin e nënës e kemi dëgjuar disa ditë më parë. Ndjekim fillimisht materialin e përgatitur nga redaksia jonë e informacionit se çfarë ka ndodhur me 3 vajza adoleshente, 2 15 vjeçare, ku kanë dhunuar 17 vjeçaren dhe një tjetër një 19 vjeçare. Filmonte gjithçka, ndërkohë që jo vetëm e kanë marrë, kanë privuar lirinë, e kanë çuar në një banesë, e kanë dhunuar fizikisht 17 vjeçaren, por në fund vajzat e kanë detyruar 17 vjeçaren të kërkonte dhe falje disa emrave të cilat ajo i ka përmendur, dhe teksa kërkonte falje, një tjetër vajzë shfaqet live duke dëgjuar kërkesën e faljes të detyruar nga këto vajza dhunuese. Ndjekim fillimisht materialin, e rikthejmë edhe një herë në vëmendje atë çfarë ka ndodhur pak ditë më parë, teksa është bërë mediatike gjithë kjo ngjarje, sepse ngjarja daton që me datën 8 qershor dhe institucionet në qytetin e Fierit kanë heshtur. Ndjekim materialin. Për një 17 vjeçare nga Fieri, 8 qershori u kthye në një ditë makthi. 3 vajza, një 20 vjeçare dhe 2 15 vjeçare, dyshohet se e kanë çuar në banesën e njërës prej tyre dhe e kanë dhunuar fizikisht. Por ajo që e bën edhe më tronditse këtë ngjarje është fakti se dhuna nuk u ushtrua fshehurazi. Ajo u filmua me celular, ndërsa autorët sipas hetimeve qeshnin dhe e nxisnin njëra tjetrën. Pamje dolën në dritë vetëm së fundmi duke ngritur edhe një herë alarmin për fenomenin e bullizmit dhe dhunës mes të rinjve, një dhunë që sot nuk mjafton të ushtrohet, por kërkon edhe publikimin e saj. 17 vjeçaria shoqëruar nga nëna denoncoi menjëherë ngjarje në polici. Sipas dëshmisë së saj, ajo ishte dërguar kundër vullnetit në banesën ku u dhunua. Për këtë arsye prokuroria po heton edhe veprën penale të heqjes së palishme të lirisë, të kryer në bashkëpunim. 3 vajzat janë marrë në pyetje dhe kanë pranuar përfshirje në dhunë, ndërsa motivet e dhëna prej tyre janë konsideruar të pajustifikuara nga grupi hetimor. Pas çdo video që shpërndahet në rrjetet sociale, fshihet një viktim që përjeton frikë, poshtërim dhe trauma të thella psikologjike. Kjo ngjarje ngre pikpyetje të forta për familjen, shkollën, institucionet dhe shoqërinë, si po edukohen të rinj dhe pse dhuna po shihet si mënyrë për të përfituar vëmendje. Sot në studion e emisionit Me Zemër të Hapur thyen heshtjen babai i 17 vjeçares. Për herë të parë ai rrëfen dhimbjen, revoltën dhe betejën për drejtësi për vajzën e tij. Ndiqni rrëfimin. Ky ishte materiali prezantues nga kryeredaktori e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj, me mua në studio, përpara se të dëgjojmë dhe intervistën e kryer me babain e 17 vjeçares, pasi nënën e kemi dëgjuar disa ditë më parë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, por kërkesa e tezës fillimisht drejtuar redaksisë e emisionit ton, por edhe babait ishte që kjo çështje të vijonte edhe në ditët në vijim. Me mua në studio Ibrahim Sako, avokat. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje Vis, mirë Gjeta. Në krahun tënd Deksena Qirici, psikologja jonë e përhershme, psikologe klinike. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje Vis. Përpara se dëgjojmë intervistën e babait, do doja të merrja një mendim të shkurtër se si ju vetë personalisht, jo vetëm si prindër, si qytetar, si intelektual, si profesionist, e keni përjetuar fillimisht këtë ngjarje, një opinion të shkurtër përpara se dëgjojmë edhe babain. Vis, sigurisht ishte një nga ngjarjet më të rëndësishme të ndodhura kohët e fundit në Shqipëri.
Tronditse ishte për faktin që u bën publike edhe videot e dhunës që shoqet shkaktuan ndaj të midurës, ishin pamje të cilat në gjykimin tim nga ana profesionale dhe ligjore nuk duhet të ishin publikuar në rrjetet sociale apo edhe në media, sepse publikimi atyre pamjeve e shton edhe më shumë gjendjen emocionale dhe psikologjike, duke rënduar gjendjen e vajzës e cila është viktim e kësaj ngjarje. Në këto kushte unë do t'i bëja thirrje të gjitha personave që kanë publikuar këto pamje, mediave, portaleve të ndryshme, që do ishte më mirë në interesin më të lartë të miturës, duke ruajtur integritetin e saj, shëndetin e saj mendor dhe psikologjik, t'i fshin këto pamje, sepse janë vërtet pamje të cilat asaj mund t'i bën një pengesë shumë e madhe psikologjike, por dhe një pengesë shumë e madhe për emancipimin dhe rritjen e asaj në shoqëri. Sigurisht që është një ngjarje tepër e dënueshme. Ke arritur ta shikosh videon në avokat, sepse unë po, në momentet e para nuk e kam çuar deri në fund. Në momentet e para e vis, video është bërë publike në rrjetet sociale dhe kur hulumtoje në rrjetet sociale, profilet të ndryshme, portalet të ndryshme kishin si objekt kryesor këtë ngjarje, që është një ngjarje relativisht shumë e rëndë. Dhe çdo kush kishte aksesin ti merrte, ti shkarkonte dhe ti rihidhte sërish në rrjetet sociale. Pra do jetë shumë e vështirë fshirja atyre imazheve, po thua. Është e vështirë sepse ato imazhe mund të jenë shkarkuar dhe mbajtur në telefonat personal të çdo individi, sepse mënyra se si ato janë hedhur në rrjetet sociale kanë qenë pas një lloj filtri dhe kushdo mund t'i shkarkonte. Qartë. Disa media e kanë bërë deri diku duke ruajtur atë pjesën e anonimatit. Ne nuk e kemi shfaqur, as emisionet as televizionin. Duke bërë me blur pjesën e fytyrës, por ka pasur profile, faqe të ndryshme, portale të ndryshme që publikimin e kanë bërë të pacensuruar. Qartë. Megjithatë, mos ishin shfaqur këto pamje të censuruara ose të pacensuruara, ne nuk do kuptonim se çfarë po ndodhte mes adoleshentëve në qytetin e Fierit, po ky nuk është rasti i vetëm. Unë edhe në emisionin e parë kam refuzuar të jap pamjet e dhunës, ndërkohë që kemi shfaqur në fakt adoleshentet e tjera gjithmonë duke ruajtur anonimatin për mënyrën se si ato janë sjell edhe menjëherë pas e kanë marrë vajzën duke mashtruar, duke thënë se do bëjnë një surprizë, i kanë privuar lirin duke çuar në një banesë, aty jo vetëm e kanë dhunuar barbarisht në mënyrë shtazore, por dhe e kanë filmuar dhe e kanë detyruar të kërkoj falje, duke pasur edhe një tjetër shoqe live në celular, e cila mund të themi që po argëtoi, është shumë e vështirë. Para disa kohësh në këtë studio, një tjetër rast, po kaq i ngjashëm, po kaq i dhimbshëm, me të tilla detaje, bëhet midis disa djemve pranë shkollës Gjon Buzuku. Dhe kërkesa pas denoncimit që bëri emisioni Me Zemër të Hapur dhe jo vetëm, dhe një emision investigativ, Prokuroria e Tiranës thotë që kemi të bëjmë me disa adoleshentë dhe nuk nisi fare hetimet. Ndërkohë që ne rivendosëm edhe një herë videon dhe ndërkohë kemi rrethuar që njëri prej tyre ishte mbi 18 vjeç dhe djemtë e tjerë ishin 17 vjeç ndaj një minoreni. Kështu që edhe kjo është, pse bëri përshtypje? Kjo është justifikim. Jo, pse bëri përshtypje? Përgjithësia penale... Se ishin vajza, pse bëri përshtypje? Shiko, po, është më sensative dhe më ndjeshme... Po pse? Se dhuna nuk ka gjini. Dakor, dhuna nuk ka gjini, por është krijuar ai imazhi i qenies së brisht, i qenies së butë, e femrës të cilat ne kurse si nuk mund të presim shenja apo veprime agresore nga një femër, sepse është krijuar ai stereotipi që personat e dhunshëm kryesisht janë meshkuj, gjë e cila nuk është e vërtetë, sepse persona dhunues mund të jenë dhe meshkujt, mund të jenë edhe femrat, varet nga personaliteti, nga rrethana dhe kushtet që e detyrojnë një person të kryejë këtë gjë. Përsa përmendë dhe ju më parë për rastin të shkolla Gjon Buzuku, është justifikim pjesa e faktit që ata kanë qenë adoleshentë, sepse përgjithësia penale nuk fillon moshën 18 vjeç, por fillon moshën 14 vjeç. Dakord, do trajtohen sipas kodit penal për të mitur dhe kanë përfitimet e tyre duke ju ulur gjysma e dënimit në margin e dënimit tip, por nuk do të thotë që nuk kanë përgjegjësi penale dhe nuk mund të dënohen. Ata kanë përgjegjësi penale dhe do dënohen.
Këtu kemi të bëjmë me veprat penale që është vepra penale e heqja e paligjshme e lirisë. Do flasim për ato, avokat, sepse do zbulojmë shumë detaje të reja në lidhje me këtë ngjarje ditën e sotme, në qoftë se ma përmbledh vetëm me një fjali se dua të shkoj me njëherë tek babai dhe tek intervista me të, pastaj ta ritelefonojmë edhe një herë live për dëgjuar dhe tezën. Ajo çfarë do doja të trajtoja si shqetësuese është fakti që nëse familja sot kërkon që trajtohet në mënyrë mediatike, sepse ndryshe institucionet nuk bëhen përgjegjëse. Kërkesa është e tezës, fillimisht por edhe baba. Kjo për mua është edhe më alarmante. Pra, mos rrishni sepse nuk do të kemi publikuari këtë rast. Do të thotë që nuk do të kemi institucione të cilat do kenë dëshirën dhe vullnetin profesional që çdo ngjarje, çdo fenomen social ta çojmë në këto kushte. Pra do të thotë do të agravohen, pra çdo sjellje njerëzore do të agravohet dhe nuk do kemi kushte profesionale për të trajtuar. Mirë, unë do shkoj direkt me njerë tek intervista që kemi zhvilluar pak minuta përpara se të hynim në këtë transmetim të drejt për drejt, do të mundohemi të lidhemi me babain i cili aktualisht duhet jetë së bashku me tezën. Kjo e fundit ka bërë kërkesë pra redaksisë emisionit Me Zemër të Hapur që çështja duhet të vijojë. Me sa duket frika që familjarët e 17 vjeçare së dhunuar është pikërisht se heshtja e institucioneve që me datën 8 qershor mos përsëritet, vëmendja mediatike mos bie, pavarësisht se ditët e fundit ka pasur ngjarje dhe zhvillime të pafundme, të cilat ne duhet i diskutojmë si emision aktualiteti, por dhe si televizioni më i madh informativ në vend. Ndjekim në këto momente se çfarë ka thënë babai në këtë intervistë. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Si janë vajzat, bashortja? Po, çka? E ashtu. Dëshironim të flisnim pak për vajzën, nuk është besoj në shtëpi, apo jo? Jo. Si është gjendja, ke folur? Po kam folur pak më mirë. Pak më mirë. Ti si baba si e more vesh ngjarjen? Po si e mora vesh. Unë në fakt atë ditë isha në punë që ishte shumë goca sikur pa parandije, e mora gocën telefon. Si është e mora shumë kohë pa parandije se kisha një vilanie të jem punë dhe e mora gocën telefon dhe i thash ku je, s'po më tregonte fillim. Tha ja këtu jam, tha në fije po iki për shtëpi. Pastaj e mora prap, nuk më hap telefonin, bjerë, pastaj e hapi, tash më sa telefonin, kështu dhe më bëj një sër në spital, tha. Qa kjeta, nuk ndihesha mirë, tha. Dhe nuk në tregoj pak. E qartë. Po kur e takove pasaj nga afër? Nuk e takoj, mora nuse telefonin, thash shko në fjetës ose shko sa smurë, thash. Unë eri nuse në kushërim në makinë, vajtën e morë në fjetës, unë që jam punë në Orikum, nuk jem dhe të punë. E kuptoj. Po, në darket e morën vesh, ose nga motre nuses. Ke kish parë një video që kishë në të Raul Dosin ishte. E kuptoj. Ti vetë ke mundur të flasësh me vajzën pas ngjarjes? Ka treguar diçka? Po, ka treguar, po thashë përse erdhi ngjarja, thashëm skaku, po ja tha gjosë i kishëm sharu, tha shokje mas shokje, tha. Vetëm kajta shumë po, tha vetëm kajta. Edhe më morën, tha më pritën aty në fjerë, këmë bjërë në kursi, tha më morën, tha. Edhe më tha një hajë kemi për të sjaru diçka. Ne, pasaj, e që kështë shurë dhe shpia dhe e ka parë dhe video pasaj, sa të përme unë. Po. Në momentin që ka folur me bashorten tuaj, me nënën e saj ose me ju, çfarë ka treguar tjetër pas ngjarjes? Çfarë ka ndodhur? Nuk i ka thënë gjë, dhe gruas time si ka thënë gjë. Pa dhe këtu. Po kur u shfaq video në rrjetet sociale që ju lajmëroi kunata juaj tezja e saj? Nuk na kunata s'ma tregoi videon, më thjesht ajo që të ka rrallë gocën, tha. Nuk ma tregoi. Qartë. Atë kunatës time kishte edhe ca çuna aty tek fshati Saja. Çuna të vegjël, çuna 15 vjeç. Sok ma shohu që kishte thënë që kishte parë video, po kunata ime se kishte parë video. Po pasi vajza foli me nënën dhe vajtet në polici, çfarë ndodhi? Në 8 qershor kam qenë në orën 8:30 darkës, kam qenë vetë atje, kim denonceuar dhe thjesht bëmë të tonën, as u morën mas as gjetë, të them të drejtën. A fare. Vajza kishte shenja kur keni vajtur në polici? Vetëm shenja. Vetëm shenja. E kuptoj. Ku i kishte marrë shenjat? Në mbrapa veshit, të kishte kohës lartë, rrenje floku, edhe në sytë shumë të nxirë. Po.
Në momentin që kishte vajtur për serum në spital, mjekët nuk e kishin vënë re vajzën me dëmtime? E për 5 dalë dhe una. Mjekët kishte përcjellë vetëm një serum edhe. Vetëm serumin edhe kaq. Vetëm kaq dhe kishte dhënë hap një pafshë. Po pas denoncimit jeni interesuar në polici që pse nuk po merren masa? Vajti nusja 2-3 herë, e kishte thënë ata çka kërkon këtu ti. A ke sjellë çështën tek ne, ikse me këtë punë, po si nuk lehet fare. Po aktualisht vajzat dhunuese ku janë? Mua në fakt çfarë dëgjoj nëpër media, njëra thonë që është brenda, se di, nuk e di fare. Ku ta di una? Një vajzë ndoshta është ndaluar për shkak se pas ngjarjes me vajzën tënde ka dhunuar nënën, po 2 vajzat e tjera. Se di, nuk e di. Vajza juaj, i njinte këto vajzat? Po, shoqe mas shoqe. Shoqe mbas shoqe, ishte hera parë që i takonte, çfarë tha? Ishte hera parë, se njërën që i takon para, vetëm njërën. Vetëm njërën. Vajza ishte në kurs parukerie? Po, në kurs. Në shkollë, kishte mbaruar shkollën? Po, që në ndorë si binde gjenetiki, ati në shkollë. E kuptoj. Po, një periudhë delikate që ka kaluar vajza juaj, që keni shkuar e keni vizituar, si ka qenë çështja? Po, e kam shkuar, kam vizituar dhe e kam shkuar dhe të privati, jam betera çdo gjë dhe më ka thënë doktori që nuk ka asnjë goca, asnjë gjë. E kuptoj. Nuk ka vetëm thjesht probleme adoleshencë, besoj. Po, fiks. Po këto ditë si është gjendja e saj? Po, mund duket pak më mirë tani, po aq që ke shumë. E fata shtron 12 ditë në Tiranë. E kuptoj. Kjo është një pjesë e intervistës që ne kemi zhvilluar me babain e 17 vjeçares së dhunuar pas kërkesës që tezja e saj ka bërë redaksisë emisionit tonë. Ndërkohë që për institucionin e Spitalit të Fierit, ku 17 vjeçarja ka shkuar e vetme, ka marrë një serum se nuk është ndier mirë, të paktën studio emisionit me zemër të hapur, kur kemi shfaqur intervistën e nënës së 17 vjeçares, e ka ngritur si çështje. Duke monitoruar të gjitha media, të gjitha kolegët, të gjithë emisionet, shikoj që vazhdimisht nuk flitet për Spitalin Rajonal të Fierit, që bluzat e bardha e kanë detyrim ligjor, kur vete një person i cili duket qartasi sipas babait edhe nënës, vajza ka qenë nxirr në sy, vajza ka pasur një pjesë të flokëve të rëna, plak pas veshit, përveç se e kanë vizituar për ta diagnostikuar për shkak të serumit që vajza do merrte, bluzat e bardha nuk ka lajmëruar sigurimin e spitalit dhe më pas policin. Pra nuk është përmbushur detyra e tyre. Ndërkohë që në një komunikat për mediat, drejtori i përgjithshëm i policisë, zoti Skënder Hita, ka folur për ngjarjen i pyetur nga kolegët dhe nga gazetarët dhe ka folur pikërisht edhe për pezullimin e policit i cili ka marrë dëshmi dhe që nëna ka përmendur emrin e tij përpara disa ditësh, teksa ne kemi ndjekur intervistën e saj në studion e emisionit me zemër të hapur. E gjithë kjo histori dhune ishte vetëm maja e icebergut të asaj çfarë po ndodh me adoleshentet, me vajzën 19 vjeçare, me të dyja 15 vjeçaret, sepse është zbuluar një rrjet i mirëfillt, shantazhi që këto vajza bënin të detyruara apo në bashkëpunim me të dashurit e tyre. Ju e dëgjuat babain e 17 vjeçares që tha tezja ka zbuluar videon që 2 15 vjeçar si duket e kishin shpërndar në fshatin ku jetonte tezja e 17 vjeçares së dhunuar. Ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi më njëherë në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi rikthyer në pjesën e dytë, telefonojmë babain e 17 vjeçares për të mësuar disa detaje më shumë në lidhje jo vetëm me ngjarjen, por edhe me kërkesën e tyre për publikimin përsëri të këtij rasti që duhet merremi vazhdimisht për të mos ikur nga. Alo, përshëndetje zotri. Përshëndetje. Jam Evis Ameti, drejtuesja e emisionit me zemër të hapur, folëm pak çaste më parë, nuk e di në qoftë se e keni kunatën tuaj tezën e vajzës? Po, këtu, jote, gruan, kam këtu, po kunata ashtu. Kunata jote, kunata? Po. Okej, të falenderoj. Urdhë, foli. Flasim me tezën, okej? Përshëndetje zonjë, përshëndetje zonjë.
Unë jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur. Ju si Teze na keni dërguar një kërkesë në redaksin dhe në faqen tonë që kjo çështje të vijojë vazhdimisht në studion e emisionit tonë, apo jo? Unë dua, ju lutem shumë që kjo çështje mos të lihet mbasdore. Zonjë, ju jeni dhe Tezja që keni parë videon dhe i keni thënë prindërve të vajzës. Unë jam Tezja që kam parë videon dhe kam qenë bashkë me motrën në komisariat. Po. Çfarë ju ka treguar vajza juve si Teze? Si Teze, vajza si fillim nuk tregoi asnjë lloj gjëje. Po. Sepse e kishin kërcënuar. Po. Çfarë i kishin thënë? Kur themi kërcënuar, çfarë i kanë thënë? Sa i rënd është kërcënimi? Nëse ti tregon në shtëpi kur të vesh ti do vish prapë nesër në kurs dhe ne ty do të vrasim. Po. Tjetër? Sepse vajza vinte në një kurs parukjerie. Po. Që ofrohet nga shteti. Po. Dhe ato i kishin thënë, nëse ti tregon në shtëpi ne ty do të vrasim. Qartë. Dhe pasi mora vesh ngjarjen çka kishte ndodhur me gocën, shkuam në polici. Po. Bashkë me gocën. Po. Goca atje dha deklaratën sepse nga ne nuk tregonte sepse kishte frikë sepse e kishin kërcënuar. Qartë. I treme çdo lloj gjëje, sepse vajza është 17 vjeçe. Kuptoj. Vajzat e tjera i njinte? I njifte, shoqe mbas shoqe, sepse goca ka qenë në shkollë. Po çfarë kishte ndodhur? Pse i kishin marrë vajzën? E kishte marrë njëra prej tyre me sa tregon goca, i kishte thënë hajde me mua se kam një surprizë, do dalim bashkë. Njëra prej tyre e kishte marrë, e kishte çuar në shtëpi. Po. Dhe atje ishin edhe 2 goca të tjera. Po. Shtëpia e kujt ishte? Banesa e kujt ishte? Banesa ishte e vajzës së madhe, thot goca. E 19 vjeçares, po. Po. Po? Dhe atje kishin kryer veprimin si shifet. Po? Dhe një vajzë tjetër që rrinte në ndërmjet telefonit, që bante të hirë. Po? Që vajza nuk e një fatë tjetër, kush ka qenë pjesëtare. Kur ka vajtur në polici, goca ka bërë gjithë deklaratën, qa kishte ndodhur si me aqer, sepse ishte po i njëjta ditë që goca ishte dhunuar. E qartë. Goca i ka marrë sa do e pavetdijshme që ishte me gjithë të dhimbje që ka kaluar, stres të gjitha, e ka marrë policinë e shtetit ndërmjet rrugicave sepse gocat nuk e kishin kaluar gocën në rrugë kryesore, por e kishin kaluar në përlagje që ta bënin vendodhje pak më të vështirë. Më të vështirë. Pra, Mbesa ka kërkuar ndihmë policisë së shtetit në ato momente. Po, i ka kërkuar ndihmë. Ka gjetur rrugën goca sepse donte drejtësi për veten e saj. I kishte telefonuar, i është përgjigjur dikush nga policia e shtetit? Jo, ka vajtur, ka bërë denoncimin goca atje dhe policia ka shoqëruar për në banesë gocën. Pra, e vetme, pasi doli nga dhuna, ka shkuar në polici? Jo, pasi doli nga dhuna, goca. Ka shkuar në? Ka shkuar në spital. Në spital. Në spital, çfarë i ka thënë mjekëve? Mjekëve nuk ka thënë asnjë lloj gjëje, goca s'ka treguar asnjë lloj gjëje, ka shkuar e vetme në spital. Po mirë, nuk e kanë vizituar se çfarë lloj serumi do t'i bënin, do ta vizitonin dhe plagët duken të vajzës. I kanë bërë një serum, çfarë ke, nuk ndihem mirë, i kanë bërë një serum, e kanë nisur për në shtëpi. Edhe me shenja goca që ti shikoj ato shenja, që vetëm nuk ka foto, që t'jetë bërë foto, sepse mendja e prishur çdo lloj gjëje, nuk ka asnjë lloj foto, vetëm video. Po. Të shikoj shenjat e gocës, është për të vënë duart në kokë. Po mirë, me datën 8 qershor rreth orës 20:30, ju së bashku me prindrit dhe me vajzën keni shkuar në polici. Policia nuk ju drejtoi tek mjeku ligjor duke parë ato shenja dhe deklaratën e vajzës? Drejtoi te mjeku? Nuk e mban mend sepse unë nuk kam qenë, unë mbas 5 orësh ka vajtur sepse prindrit kanë ndenjur 5 orë në komisariat. E qartë, e kanë vajtur 5 orë në komisariat. Më pas, çfarë ndodhi? Më pas e morën gocën që nga komisariati, sepse unë jam ngren atje me policët. Po? I kam thënë dua drejtësi për vajzën. Po? Më tha mua, pse vërtet, pse u lëret ti, pse ngre zërin, më tha mua. I thash, ti vërtet je polici, i thash. Po nëse do ishte fëmia jote, ti si do të veproje more zotri i dashur, i thash.
Pastaj kanë marrë gocën nga këmbulja që ne nuk lëvizim. Nga komisariati kanë marrë gocën, kanë vajtu të shtëpia për të parë banesën ku u dhënua goca. Po. Kush u gjetë në banesë? Në policisë. Po, kush u gjetë në banesë? Do të sqaroj me detaje. Po. Atje ka vajtu bashkë me gocën e kanë shoqëruar policia. Po. Ka zbritur nga makinë e policisë, ka zbritur vajza bashkë me policin. Po. Polici ka marrë vajzën, vajza e ka quar drejtë në hyrje tek dera që është dhunuar. Po. Dhe gocës i kanë thënë, "Është mos bëj zhurën ti, sepse jemi ne këtu." Kanë bërë foto banesës dhe i kanë thënë gocës, "Shko sot në shtëpi, ikni në shtëpi, sepse do merremi ne me këtë çështje." Qartë. Dhe kaq ishte. Mbasi vinte motra më vonë kur mori vesh për videot. Nuk e pranon të njeri, i kemi prova, po merremi ne me çështjen. Zonjë, të bëj një pyetje, vajza prindrit janë bajt 5 orë në polici, madje ka pasur edhe debat nga ty si teze me punonjësit e policisë me shumë të drejtë, është quar edhe tek banesa vajza për të identifikuar vendin ku është mbajtur peng dhe është dhunuar barbarisht, por ndërkohë, a ka pasur një ballafaqim midis mbesës tënde dhe këtyre minoreneve? Pse nuk u thirrën ato në polici? Jo, asnjë ballafaqim. Po pse nuk u thirrën në këto 5 orë? Pse nuk u thirrën? Nuk u thirrën as ato 5 orë, as më vonë, as një gjë për gjaje. Dëshmia e vajzës është dhënë në prezencë të psikologes? Ka pasur psikologe aty? E dua ti që të Erdhe psikologe. Dhe vajza atë nuk kanë shkuar për ballafaqim 5 orë në polici? Jo, as 5 orë, as më mbrapa, as një muaj rresht, vajza dhe prindrit nuk janë ballafaquar me prindrit e gocave. Ti si teze kur i ke parë videot nga 2 djem 15 vjeçar në fshatin tënd? Kur? Në fshatin tim videot që kam parë. I kam parë që atë ditë që unë nuk kam parë video, që të them kam parë video, nuk kam parë video, kam shkuar në fshatin e prindrit. Një dikush atje më erdhi dhe më tha, "A di gjë ti?" më tha mua, "Çfarë i ka ndodhur gocës sot?" më tha mua. Jo, i thashur, këshu video në shtëpi ju andej po këtej, por si fëmijë nuk e mora për bazë. Qartë. Sepse thash, shoqe mund të jenë zënë me fjalë, apo ku ta di, hajse po pajtohen si fëmijë, si dy njerëz që jemi. Kush ka qenë shkaku? Çfarë thotë mbesa juaj, zonjë? Kush ka qenë shkaku? Shkaku, goca thot, pa pretendim, vetëm njëra e ka marrë e ka çuar në shtëpi. Jo, shkaku, do me thënë. Shkaku, të është ndonjë gjë? E kam vajzën aty, jo, nuk e dua. Të dy të thanë ti ke marrë të dashur. Ja. Të lutem, zonjë. Sikur të largohesh pak nga ambienti ku është vajza, nuk do donim, unë e dëgjuam pak, flitet për një të dashur, largohu të lutem se nuk mund të bisedojmë bashkë në pranit vajzës. Kërkoj ndjes. Ja, po largoj gocën. Të lutem. Nuk e dia ka qenë gjatë gjithë kohës aty, por është e palejueshme. Jo, tani e Okej. Shpresoj të mos ke dëgjuar asgjë nga kjo intervistë. Atëherë, vajza thotë shka ka qenë një dashur. Në që kuptim? Sipas tyre. Megjithatë, mbesa juaj ka kaluar edhe një po. Ajo është pjesa televizion live? Jemi live në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Gjithsesi, zonjë, do marrim masat e dura që zëri juaj të dëgjohet ashtu me kërkesën tuaj si që keni dashur, si që dëgjua dhe zëri babait dhe i motrës tuaj, por ndalojmë pak tek problemet shëndetësore që vajza ka pasur. Në muaj nëntor, më tha kunati juaj, babai vajzës, ka kaluar një periudhë të vështirë shëndetësore, apo jo? Po. E qartë dhe për këtë shkak ndërpreu shkollën dhe kishte filluar kursin për parukeri. Dëgjoj, mbesat e tjera, se vajza ka edhe 2 motra, si e përjetojnë ato, sidomos e madhja që është në klasën e 7? Të lutem, si e përjeton ajo? Gocat po përjetojnë shumë keq që të dyja. Çfarë masash janë ofruar tashmë pas skandalit mediatik ku çdo emision flet për këtë histori, për këtë ngjarje të rëndë? Çfarë masash janë marrë? Që mos janë marrë? Pra, i është afruar një avokat, një psikolog?
Ku gjendet vajza, pse nuk është në një qendër, pse është pranë jush? Janë ofruar 2 psikologe, thot baba i vajzës. Kam dëgjuar se njëra prej psikologeve i përket spitalit në Mosgaboj, është psikologe e spitalit? Po si ka mundësi kjo zonja psikologe vjen dhe ju ofrohet, kur vajza një muaj më parë ka qenë në ambientet e institucionit kur kjo psikologe punon, ku mjekët e kanë detyrim ligjor, ta vizitonin, ta kontrollonin dhe të njoftonin sigurinë e spitalit dhe më pas policinë. Si ka mundësi? Gocën e përcollën me një sërum polle të vetme, 17 vjeçe. Pastaj ka marrë prindrit, më ka marrë mua në telefon, më tha jam sëmur, qa ke i tha, jam sëmur, më tha. Këto ditë, nuk e di, a keni qenë pranë vajzës ti si teze, apo jo, si është gjendja e saj? Duke qenë se nëna ka folur për makthe vazhdimisht të vajzës. Gjendja e gocës është, ajo dihet. Ne jemi të mlejnë dhe nuk jemi mirë, jo më aje që është një fëmijë dhe që ka përjetuar vetë. E qartë. Tani, thash edhe njerë, video është Maja Isbergut se poshtë kësaj videoje duke marrë në analizë vajzat, dashurit e tyre, familjet e tyre, shikojmë një skandal tjetër të madh duke përfshirë edhe uniformat blu, por edhe bluzat e bardha. Keni një mesazh ju zonjë ditën e sotme? Unë mesazhi im është, për çdo lloj mjeku, për çdo lloj polici, për çdo lloj shteti që ne ndodhemi në Shqipëri, kërkoj vetëm drejtësi, sepse sot i ndodhin besësime, nesër do t'i ndodhi dikuj tjetër, mund t'i ndodhi fëmijës tjetër, prandaj ne po i rrisim fëmijët, po ngrihemi në orën 4-5, po torturohemi gjithë ditën për t'i rritur ata fëmijë. Nëse një fëmijë ka probleme me shëndetin mendor, si doktorat e deklarojnë. Jo, vajzat fliten që janë përdoruese të hashashit dhe kanë çrregullime në sjellje. Ti ndajmë pak, çrregullimin në sjellje ne do ta vijojmë bisedën edhe me të ftuarit, me specialistët, nga problemet e shëndetit mendor këto gjëra ndajnë. Flitet që kjo vajzë pas dhunës që ka ushtruar ndaj mbesës tënde, ka ushtruar dhe dhunë ndaj nënës dhe për këtë çështje është ndaluar. Por ka akuzuar edhe babain në muajin nëntor të vitit të kaluar dhe vetëm në prill të këtij viti babai është lënë me detyrim paraqitje. Po dy vajzat e tjera, çfarë po ndodh me to? Nuk është marrë asnjë mas. Nuk kemi asnjë lloj informacioni. Dëgjoj, meraku më i madh i mbesës tënde kush është në këto momente? I mbesës time është sot, ato do dalin nesër do më vrasin prapë sot. Ka frikë, edhe është e kuptueshme. Afrikë është e smerruar nga Afrika. Është e kuptueshme. Është e kuptueshme. Zonjë, unë të falenderoj që jo vetëm na kontaktove, por dhe u bëre pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur, po ashtu edhe kunati juaj, do mbetemi përsëri në kontakt bashkë, çfarë do lloj ndihme ligjore apo emocionale do t'ju duhet, vihemi në dispozicionin tuaj. Por në emër të gjithë atyre që po na ndjekin, në emër të gjithë kolegëve, në emër të gjithë specialistëve, avokatëve dhe psikologëve, çështja është që ne duhet ju kërkojmë ndjes juve, sepse fëmijët tanë janë në rrezik, sepse askush nga ne nuk funksionon. Falja le të fillojë nga ne fillimisht dhe më pas nga gjithë institucionet të cilat duhen marr masa ndëshkuese për to. Faleminderit zonjë që ishe me mua. Më vendu pa. Po, e dëgjoj, po zotri. Shiko, dhe që diçka për shtuar. Po. Tani, kur vajta unë se që u vej gjithë e madhe vajta pra 3 ditë, se kam një miku tim nga Tirana, që është i madhë Tiranë, edhe vetëm ai më bej të ndërë mo që u ngrisë do gjenë kemë. E qartë. Unë më së tisha më të miku nga Tirana, asë në gjithë që zbanë. Tani, flitet që polici është shantazhuar nga vajzat në fjalë, polici që ka marrë dëshminë e vajzës tënde. E beson ti këtë lloj versioni? Jo. Nuk besoj, nuk e di çfarë them, se besoj. Nuk e di çfarë e kanë dhirë të lloj versioni. Si vajti ky polic tek pa një femër me ato goca, unë jam teze, si mund të vej një mashkull në hotel, për çfarë arsye vajti u takua me këto goca? E qartë. Si nuk vajti me një shoqëruse femër, sepse ato ishin femra, ky është mashkull. Prandaj mos rrishni së denoncuari kur shikoni që policia e vendit tuaj nuk funksionon. Babai thot, kam telefonuar dhe kam shkuar në Tiranë dhe vetëm ky person që kontaktova në Tiranë e bëri kaq të madhe dhe prandaj vazhdimisht duhet të jetë në vëmendjen mediatike ky rast dhe jo vetëm. Eksena, si ndjesh?
Nuk e di edhe sa minuta për dalë publicitet, mos ju trishtushëm. Ndonjëherë Sot ka dalë detaje të reja nga familjarët. Edhe ndoshta të vjen edhe të qash edhe të ulërasë, sepse në çdo ngjarje që ndodh, njerëzit kërkojnë vetëm drejtësi. Shikoja veprimet që ju kishit të dy, gjatë kohës. Është e vërtet sepse e percepton njësoj si me fëmijën tënd. Dhe është e vërtet shumë nga fjalit që tha në vuajtje, që në Shqipëri, nëse nuk nje dikë i cili është i fuqishëm, nëse nuk e bën diçka në media, ngjarja nuk merr vëmendje dhe kjo është e të sepse do thotë që nuk funksionon institucionet, pa përveç se ngjarje sociale ndodhen, dhe ndodhen në gjithë botën, por nuk funksionon institucioni, dhe mos funksionimi i institucionit do të thotë që ngjarja do të përsëritet edhe më keq, dhe për më tepër kanë marrë struktura të mirëfillta funksionimi. Kjo është edhe më e trishtueshme. Eksena, dua të jem transparente me veten time, thash edhe një herë në emër të kolegëve, domethënë edhe të mediave në përgjithësi, timin personal, të stafit tuajën, ne duhet të kërkojmë ndjes kësaj familje dhe jo vetëm pse po rrisim një brez kaq të dhunshëm, por që jo vetëm po rrisim brez të dhunshëm si vajzat dhe djemt, sepse dhuna nuk ka gjini, adoleshenca nuk ka gjini, pra përjetohet njësoj si nga djemt edhe nga vajzat, por këto ngjarje ngren edhe pikpyetje të mëdha, jo vetëm për institucionet, por është i vetmi emision që unë do ta lë krenarin time më njan. E them këtë gjë sepse jam e para që kam diskutuar vazhdimisht për spitalin e Fierit. Dhe nuk e di se si psikologja e këtij spitali, me paturpsinë më të madhe, do ta shikoj në sy dhe do t'i them se si mundesh ti që pas kësaj ngjarje zonjë, unë nuk e di a kërkon të xhbësh institucionin ku ti je punësuar dhe paguhesh me taksat tona dhe me taksat e atyre prindërve, apo ke një vrarje ndërgjegjeje, apo nuk e di pse askush nuk po prek spitalin rajonal të Fierit. Vajza ka shkuar me shenja të dukshme. Babai e tha, flok të shkullura, vënde bosh të flokëve të vajzës, sy të nxirr, veshi qarë. Dhe vajza thot nuk ndihem mirë, dhe unë nuk e di çfarë serumi, po i bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Çfarë serumi i kanë bërë kësaj vajze? Kur vajza thot nuk ndihem mirë dhe ka qenë vetëm kjo fjala e vajzës. A i keni bërë një vizitë kësaj vajzës? Çfarë konstatuat? Atëherë ka bërë thjesht një serum, çfarë serumi? Ta dim, çfarë ka pasur ky serum brenda? Shpesh ajo çfarë si nuk është lajmëruar sigurimi i spitalit, si nuk është lajmëruar, është detyrë ligjore. Është drejt. Pra në hetim të përfshihen dhe bluzat e bardha mendoj unë. Ne si profesionist, shpesh përpiqemi të trajnojmë dhe të marrim njohuritë më të mira të mundshme në raport me dhunën dhe format e saj. Dhe kur ne mësojmë që vende si Anglia, edhe nëse fëmia ka shkuar në shkollë pa ngrënë bukë, pra jo në institucion si spitali, ngrihet i gjithë sistemi ngrihet në këmbë për të referuar dhe për të kërkuar. Dhe ndërkohë, ne këto njohuri nuk i zbatojmë dot në vendin tonë. Në këtë studio kemi trajtuar rastet në Francë për higjienën e fëmijës, jo për të ushqyerin. E kupton? Ngrihet punojësi social, konstaton që prindrit nuk kanë atë higjienën e duhur, e parashikuar me ligj. Që do të thotë çdo sjellje sipërfaqësore, e cila nuk mund të shprehë domosdoshmërisht dhunë si në këtë rast, bëhet një arsye për të dyshuar dhe për të kërkuar sa më shumë rreth asaj çfarë është pas kësaj gjëje që vëzhgohet. Ndërkohë, një spital i cili shkohet dukshëm që je dhunuar, nuk funksionon, pra nuk ngrihet mjeku i urgjencës, duhet patjetër të ngrej gjithë sistemin në alarmë, duhet ketë një protokoll për të tilla raste. Në fakti që as mjeku, as psikologu, as kush, as policia, sepse në këtë rast nuk e pse shkon bën denoncimin. Na marrim në analizë me avokatin. Nuk e pse shkon bën denoncimin, sepse nëse mjeku e vë rektor që është profesionist, atëherë nuk ka nevojë që viktima të shkojë të denoncojë dhe të kërkojë me ngulm, pasi zonja tha që me ngulmin tonë, me bërtitjen tonë, me ngritjen e zërit, pra ti je viktim dhe viktimizohesh në format nga më të ndryshme për të çuar drejtësinë. Dhe kjo është më e dhimbshme. Dhe kjo e bën më të vështirë rikuperimin e traumës në këtë vend. Po mirë, si mund të jeshtin të gjitha këto institucione në Fier dhe më pas kur bëhet fjala edhe për të mitur, për adoleshente, dhe do ta marr në analizë sepse tezja tha diçka.
mënyrën se si e kishin organizuar vajzat. Pra, nuk e kishin quar në destinacion nga rruga kryesore, por midis rrugicave për ta autuar që, do me thënë, kaq shumë të zgjuara është strukturuar, është kriminale. Megjithatë, ky skandal ka zbuluar dhe shumë gjëra të tjera në lidhje me këto vajza, me këto adoleshente që pas kanë një punë dhe praktik shantazhin, por njëkohësisht janë të përfshirë lëndët narkotike dhe të dashurit e tyre. Nuk janë të mitura dhunuse. Jo, janë akoma dhe më shumë. Që janë të rritur, të cilët shantazhuese, përfituese, dhunuese, psikologjike, fizike dhe shumë çka tjetër. Ndjekim hapësirën e dytë dhe të fundit publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, jemi në pjesën e tretë për ta mbyllur emisionin për ditën e sotme me shpresën që ngjarje të tilla mos rikthehen më në vëmendjen mediatike, të kemi reduktim të këtyre rasteve, të merren masa të përkatëse në lidhje me adoleshentet dhunuese dhe jo vetëm, sepse kanë dashur të poshtërojnë 17 vjeçaren, njësër veprash penale të konsumuara. Megjithatë, çfarë po flitet në këto 24 orët e fundit është që pas këtyre vajzave të cilat edhe janë konsumuese të lëndëve narkotike, ku njëra është ndaluar edhe për shkak se babai ka kërkuar llogari kësaj vajze, ku kjo e fundit e ka denoncuar babain për dhunë. Megjithatë, babai në muajin prill, sipas avokatit të tij mbrojtës, me cilin kam komunikuar përpara se tyja në këtë transmetim të drejtë për drejtë, është lënë detyrim paraqitje duke marrë në besueshmëri rrëfimin e kësaj të miture, por pas dhunimit të 17 vjeçares ka vajtur dhe ka dhunuar nënën, është e vetmja e ndaluar deri në këto momente. Nga momenti në moment po vin lajme që edhe gjykata e Fierit do marrë masa të tjera në lidhje dhe me dy vajzat e përfshira në këtë ngjarje të rëndë dhe ndalojmë tek komunikata e policisë, menjëherë sapo Tirana, edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, zoti Skënderita, ka folur për ngjarjen. Dalim tek drejtoria vendore e policisë së Fierit. Ju lutem e mbajmë pak, menjëherë pas kallëzimit të së miturës, dua në fakt tjetrën. Nisjen e kësaj deklarate, sepse kërkon ta komentoj psikologja jon Eksena Qerisi. Presim pak, Eksen, jemi këtu. Nisur nga sensibiliteti i lartë publik i krijuar pas publikimit në rrjetet sociale të videos së një ngjarje të ndodhur me datën 8 qershor 2026 dhe pas reagimeve dhe interesit të madh të qytetarëve në drejtim të adresave zyrtare dhe rrjeteve sociale të policisë së shtetit, Drejtoria Vendore e Policisë së Fier e konsideron të nevojshme të risqarojë opinionin publik mbi masat e marra dhe veprimet e kryera nga strukturat e policisë në lidhje me këtë rast dhe më konkretisht dhe vijon më poshtë. Kjo është skandaloze. Nisur nga sensibiliteti i lartë për publik. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ne reagojmë sepse reagojmë të gjithë mediatikisht, po ne profesionalisht këtu jemi gabim, se pra shkosa themi që nuk duhem publikuar sepse viktima përjeton tronditje dhe më të forta emocionale, ai reagon, institucioni reagon nga reagimi i njerëzve. Pra do të thotë që në këtë vend, nëse nuk kanë sensibilitet të lartë publik, ngjarje të kësaj natyre do të mbeten në heshtje dhe dalin në përfundimi që thotë dhe tezja e vajzës. Edhe babai. Mos ishte miku im, më thanë në Tiranë, që ka një pozicion shumë të mirë, po sikur ne të tjerë që s'kemi miq në pozicione shumë të mira. Çfarë do ndodhi me na? Pra do të thotë që me popullin e thjeshtë çfarë ndodh? Edhe më keq. I detyruar edhe një herë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, zoti Skënderita, deklaroi çfarë kishte ndodhur me policin që kishte marrë denoncimin. Dhe nuk kanë qëndruar pak, kanë qëndruar 5 orë dhe nuk ka pasur ballafaqim midis adoleshenteve. Madje edhe kur kanë shkuar tek banesa, pusho ti, mos fol ti, jemi ne këtu, bëj foto nga jashtë. Edhe këtë nuk arrita kuptoj. Dhe zonja tha, pas insistimit, pa këmbguljes të tyre, ata filluan... Ka pasur edhe debate 5 orë, tezja sidomos. Pra, do të thotë mos ngri zërin. Pra, ajo është viktima, ajo është e dhunuara dhe policia tregon arrogancë. Po.
Ndërkohë që procedura duhet jetë më e fortë dhe individi nuk duhet të dali i dhunuar dhe me arrogancë të insistoj për drejtësi. Po si nuk merret e mitura për të çuar tek mjeku ligjor? Sepse policia nuk ka pasur qëllim zbulimin e rastit dhe vendosjen para përgjegjësisë. Mund të jetë vërtet versioni i shantazhit që është bërë policit? Nuk e dim, se presim që hetimet vazhdojnë, kemi dyshime të arsyeshme se diçka fshihet apo ka ndodhur për rastin konkret, nuk duhet vënduar. Shantazhi ndaj policit është bërë para apo pas? Si ke sinjalizime ti? Pas ngjarjes mund të jetë shantazhuar ose? Ngjarja ka ndodhur një muaj e ca përpara dhe shantazhi mund të ketë ndodhur edhe më pas. Pas i ka ndodhur ngjarja. A ka qenë ndjeni ky punonjës policie për shtatë të rinj? Janë takuar se ku, si dhe çfarë kanë bërë në atë takim ne nuk e dim, presim që organet ligjzbatuese të kryen hetimet e posaçme për të zbuluar të gjithë të vërtetën në mënyrë profesionale dhe të paanshme, duke qenë se dhe oficerin fjalë është pezulluar me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të policisë. Deri në atë moment jemi duar lidhur për të dhënë një version apo për të paragjykuar rastin. Por që ka diçka që kërcet në këtë rast, ka, sepse dhe në deklarimin që Drejtoria Vendore e Policisë Fier thot, nisur nga sensibiliteti i lartë, por dhe nga adresimet që qytetarët kanë bërë në adresat tona sociale apo dhe elektronike, pra qytetarët e kanë bombarduar duke i thënë policisë, shiko, reago për këtë rastin, sepse nuk keni reaguar. Ndërkohë që policia nga ana tjetër reagon për reviewt, për dëshirat apo pëlqimet që qytetarët kanë ndaj X apo Y biznes. Pra, në shërbim biznesit dhe interesave bizneseve apo dhe personave tjerë, policia reagon në mënyrë të menjëhershme dhe kur bëhet fjalë për jetën e një të miturve, jetën e fëmijëve tanë, sigurisë dhe rendit publik, që është detyra kryesore e policisë shtetit, policia nuk reagon, thot për jemi të detyruar, se na kanë mbytur me denoncime qytetarët. Kjo është arsye që qytetarët sot largohen dhe po ikin nga Shqipëria. Jo vetëm çështjet ekonomike, por dhe çështja e rendit dhe sigurisë publike, pa kaluar pastaj e spitalit. Atëre, sipas burimeve të kryeredaktorit emisionit Me Zemër të Hapur, sapo më vjen edhe disa konfirmime prej saj që vajzat shantazhonin burrat pasi i joshnin. Pra, është një grup i strukturuar, i mirëfill, midis disa dhe konsumuese të lëndëve narkotike. Jam shumë i qartë për këtë pjesë dhe jam i predispozuar. Pra, mos polici që ka marrë denoncimin i ka njohur më parë këto vajza? Jam shumë i qartë për këtë pjesë dhe jam i predispozuar që deri diku në mos them në mënyrë absolute ta besoj këtë si version, jo vetëm për raste konkret, sepse pa pasur thash edhe një retime të paanshme dhe profesionale deri në zbulimin e vërtetës, nuk mund ta paragjykoj si rast, por ka pasur raste të tjera në eksperiencën time që femra të ndryshme me qëllim duke i paramenduar rastet edhe ngjarjet kanë reaguar ndaj personave meshkuj dhe duke i filmuar, duke i fotografuar dhe më pastaj i kanë bërë shantazh me qëllime përfitimi. Avokat 15 vjeçare, kemi dëgjuar dhe kemi bërë në këtë studio. Po kanë qenë mbi 18 avokat. Po, kam mbrojtur klient që ka qenë viktim e këtyre rasteve, që kanë qenë të shantazhuara nga vajzat mitura, se kur kanë pasur takime apo kanë pasur edhe më shumë se kaq, ndërkohë që nuk kanë qenë të vërteta fare. Pra, në jetën e përditshme, ne përballemi me situata dhe indikacione nga më të ndryshmet që kanë qëllime përfitimi. Një rast mund të jetë edhe ky, nuk mund ta them dot me siguri, por që mund të jetë një rast, edhe ky rast i Fierit. Ndaj dhe e thash në fillim që... Ja, në këtë rjetë shantazhi kishte rënë dhe një punonjës policie, baba i 2 fëmijëve, i cili ishte kontaktuar nga 15 vjeçaria. Janë të gjitha burimet e kryeredaktores emisionit. Anelës. Mund të jetë një skemë e mirë menduar kjo dhe është zbatuar në mënyrë korrekte nga ato adoleshentët, mund të themi, sepse
kishte edhe persona tjetër Në që ishin bisedë ajo marrë kishte në pjesë. tentuar të njohte policin duke lënë takimin në hotel, por polici e kishte takuar vetëm në kafe. Gjithsesi, bisedat e shkëmbyera mes tyre mjaftuan që polici të intimidoi, të shantazhoi që çështja penale ndaj tyre për rrajën e shoqes të mbyllej në të kundërt bisedat të publikoheshin online. Po, sigurisht mund të ketë rënë edhe pre këtij provokimi. Mund të ketë qenë Megjithatë, thjesht edhe vetëm një takim në edhe ti kishe një të re në lidhje me masat e sigurimit që është marrë burg. Po, e sipas informacioneve që kemi tani se na vjen dhe në korale të kohës fundit, gjykata e Fierit ka vendosur masën e sigurisë atë të arrestit me burg për 19 vjeçaren, dhe për vajzën tjetër të mitur ka vendosur masën arrest shtëpie dhe për një vajzë tjetër e cila është ajo e cila është thënë që ka pasur probleme të shëndetit mendor, është vendosur. Këtu do ndalojmë pak. Jo, është vendosur një masë mjekimi i detyrueshëm. Ta shikojmë pak se flitet për konsumim të lëndëve narkotike dhe çrregullimi në sjellje. Çrregullimi në sjellje nga problemet e shëndetit mendor ndahen do t'ja japim. Dakor, çrregullimi në sjellje hyn tek ato rastet që domethënë konsumimi i tepërt i jashashit mund të trajtohet me mjekim të detyruar në një institucion përkatës për trajtimin e këtyre. Faleminderit avokat. Po, është e rëndësishme e vi sepse shpesh flitet së fundmi për shëndetin mendor, edhe në kuadrin ligjor shpesh shihet si një arsye për të justifikuar apo për të lehtësuar edhe masën e dënimit apo për të krijuar versione të ndryshme për të shmangur ndëshkimit. E rëndësishme është të sqarojmë, shëndeti mendor nuk dhunon. Pra, nuk duhet kuptuar gjithmonë më shumë që shëndeti mendor automatikisht është një aspekt i cili të dhunon dhe i bën dëm shoqërisë. Ka disa faktorë të tjerë të cilët sigurisht e dëmtojnë shëndetin mendor, siç janë substancat. Dhe unë dua ta ngrej në fakt këtë lloj alarmi, që të miturit sot në raport me përdorimin e substancave shifrat janë alarmante. Eksena, dua ta ndaloj edhe në një moment tjetër, të kërkoj ndjesë dhe ku ndahet shëndeti mendor nga çrregullimet e sjelljes, sepse mora shkas edhe nga avokati. Duhet theksuar, sepse përpara se tyja në emision kam folur me avokatin mbrojtës të babait që vajzës i është dhënë mjekim i detyruar. Babai ka kërkuar llogari vajzës sepse kishte dalë jashtë kontrollit. Kjo e fundit e denoncon babain për dhunë. Dhe nga nëntori deri në prill e di babai dhe mbrojtja e babait, avokati, se çfarë kanë hequr me këtë të mitur. Çfarë bën kjo e mitur? Jo vetëm dhunon bashkëmoshataren, 17 vjeçaren, por njëkohësisht shkon dhunon edhe nënën. Pra, do të thotë që nuk kemi domosdoshmërisht çrregullime të sjelljes. Për shkak të përdorimit të substancave. Nuk e dim se çfarë lloj substance përdor. Të bën agresiv, të bën dhunues. Patjetër që ndryshon gjendjen e humorit. E mitur për më tepër dhe do të ngrija edhe dyshimin që përveç abuzimit substancat mund të ketë dhe abuzime të tjera. Për të justifikuar ose për të kuptuar më sakt këtë lloj agresiviteti dhe këtë lloj vështirësie, nuk do hy fare në çrregullim sjellje. Pra, ndryshon humori, substancat ndryshojnë humorin dhe nga lëvizja e humorit në një substancë që ndërton dhe formulon tek njeriu emocione, mendime të ndryshme dhe më pas mbas efektit të saj sjell një gjendje tjetër emocionale, është pikërisht ky efekt i cili krijon mundësinë pra që agresiviteti të jetë një formë e të shprehurit të këtij lloji, po themi, çrregullimi që vjen si rezultat i substancave. Janë të mitura, varet ku qëndrojnë, varet me kë qëndrojnë dhe nuk është diçka e cila vjen vetëm nga përdorimi i substancave, varet me kë qëndrojnë dhe varet se si abuzojnë. A do zbulojnë këto të mitura? Mundet të zbulojnë këto të mitura të gjithë rrjetin dhe detajet që sjell në kohë gjatë transmetimit kryeredaktori i emisionit Me zemër të hapur Anila Akmataj? Sigurisht që pra shantazhonin burra në moshë. Dhe kjo është prej këtij shantazhi ka rënë edhe polici. Është një skem i cili nuk ka shkuar në hotel, por ka shkuar ke kafja. Është një skem në cilën nuk mund të ketë lindur vetvetiu atyre në mendje. Pra, në të tilla skemash kryesisht qëndrojnë njerëz më të rritur, pra qëndrojnë burra kryesisht dhe kjo është shumë që policia për këto veprime nuk ka pasur dieni. Patjetër. Që shantazhoheshin burrat më shumë dhe para. Kjo ndoshta mund të shpjegoj pak faktin që policia në moment që ka shkuar në vendin. Sepse është vërtetuar që një person filmonte.
kur këto burra shantazhohen, të paktën binin në rrjetën e tyre, jo sheshin nga këto vajza. Sepse shantazhi është një mënyrë për të përfituar ose para, ose diçka tjetër në Gjatë këmbim. hetimit do përfshihen edhe djemë që fshihen pas tyre, sepse u dëgjua një moment vajza që po diskutonte tezja me na. Nëse do kemi dëshirë profesionale për të shkuar kësaj të vërtetë deri në fund, të pakën njerë të vetme në këtë vend të shkohet deri në fund, sepse gjithkush nga ne mund të ndodhet në këtë situatë, edhe ai që mbron. Pra duhet ta zhdukim këtë mendimin që se po e shmang se është fëmia e tjetrit dhe fëmijën tim nuk e gjet. Bëjmë paralelizmin e dy familjeve. Një familje e 17 vjeçares që ka ngul mbas një muaji që denoncon në policinë e Fierit, vjen në Tiranë, por kemi edhe një familje e cila kërkon ndihmën e institucioneve. Nuk i jepet ndihma e institucioneve, madje, jo vetëm që si jepet ndihma e institucioneve, por institucionet e marrin si të pandehur babain kur vajza minorene shkon dhe thotë që babai më ka dhunuar, pas një lloj prove dhe nxjerrin nga nëntori në prill me detyrim paraqitje. Dhe çfarë bën kjo e fundit? Rau 17 vjeçaren. Shkojnë në shtëpi, rau dhe nënën. Pastaj kujtohen këto institucionet. Kur ato baba që u luriste bashkë me nënën rrugëve të Fierit, që ama na ndihmoni se sjellja e kësaj është se s'kan ditur që janë përdoruese të lëndëve narkotike, që shantazhonin burra të moshuar. Edhe sikur ta dinë viz, pra nëse janë pamundur pra për të ndëruar. Pra prindin nuk mundet Po institucionet, jo vetëm që s'japin ndihmë avokat, po edhe e marrin babain pandehur. Ai ka qenë në burg disa kohë avokat, derisa në muajin prill ka dalë detyrim paraqitje. Kjo është dhe më problem shqetësues. Çfarë më tha avokati dhe do ta ndaj me ju të dy. Avokati tha, janë në gjendje kaq të rënduar, jo vetëm për atë që po ndodh me vajzën, jo vetëm për atë që kanë kaluar me vajzën, por edhe për atë çfarë opinioni publik po i vret për herë të disat këtë familje. Pra, opinioni që bullizimi online ndaj kësaj familje që askush nuk e di se çfarë ka hequr kjo familje, ndaj vajzës së tyre dhe kanë kërkuar ndihmë, dhe janë burgosur madje, dhe janë rrahur madje, dhe gjykohen dhe ata janë në një shok të jashtëzakonshëm, të merren me vajzën apo të merren me opinionin. Këtë fjalë më tha avokati. Dhe kjo është edhe më e vështira. Pra, ti e dënon babain për dhunë ndaj vajzës, ndërkohë babai paraprakisht të ka thënë që vajza më dhunon dhe ti nuk ke një formulim profesional, institucional, që të parandalosh aktin tjetër, pra veprimin tjetër, dhe merresh me këtë dytën se nuk di të zgjidhësh të parën. Dhe kjo është shumë e trisht në këtë lloj procesi. Dhe bëjmë sikur jemi profesional, bëjmë sikur zgjidhim, dhe ndërkohë vetëm krijojmë probleme. A ke një këshill për atë kolegen tënde që nuk dua ta barazoj absolutisht me ty dhe me profesionalizmin tënd që nuk shkon tashmë nuk do doja. Unë nuk e di, a ka kërkuar falje familjes? Më shpëtoj t'ja bëja këtë pyetje, kjo psikologja që nuk e vuri re bashkë me bluzat e bardha në spital ka shkuar, ka kërkuar falje kjo? Sepse dhe njerëzit janë çuditur si unë kërkoj falje kësaj familje. Përgjithsisht mundohem edhe profesionalisht për shkak të gjykimit të lartë që ka mbi psikologun në përgjithësi dhe faktin që thuhet që psikologu mund të zgjidhë të gjithë hallet në këtë vend. Më fal, për çfarë ka shkuar kjo zonjë? E rëndësishme është të kuptoj që nëse psikologu nuk ka qenë aty i pranishëm, nuk ftohet nga mjeku për vlerësim, sigurisht që nuk ka se çfarë bën vetëm një individ. Pra nuk po flasim dot për një individ. O Iksena, dhe unë nuk kam lidhje drejt për drejt me ngjarjen, dhe ngjarje të tilla, thash edhe një herë, unë i kam trajtuar pafund, dhe ndoshta edhe më të rënda se sa kjo, dhe nuk kanë marrë vëmendjen mediatike se nuk kanë dashur të japin vëmendje mediatike vetëm për faktin që janë djem. I njëjti rast, dhe ti e di shumë mirë që bëhet fjalë për rastin e shkollës Gjon Buzuku, se ke qenë pjesë e kësaj studioje. Dhe madje i kemi drejtuar edhe thirrje prokurisë Tiranës, duke rrethuar që ky djali këtu është mbi 18 vjeç dhe të tjerët janë 17 vjeç ndaj një 10 vjeçari. Tani, të lutem, edhe ai doli nga shtëpia, u thirr në telefon, u dhunua përpara shkollës, i dilnin çdo ditë përpara, i merrnin monopatin, i merrnin paratë që i jepnin prindrit, e rrinin aq keq sa mbyllej në banjo dhe ka tentuar suicidin dhe e shpëton e motra në të qindën e sekondit. Tani, unë do doja vis që reagimi të ishte mos bëjmë paralelizma, po ky është realiteti. Patjetër, ky është realiteti të cilën të gjithë në një moment të caktuar hasim vështirësi për arsye të ndryshme. Është një realitet të cilën shpesh unë e dëgjoj që shumë raste që ndodhin në Fier janë për të çuditur sepse Fieri është në kolaps në raport me policinë.
Pra, kam dëgjuar dhe këtë version në dhimbje të tjera që jo domosdoshmërisht janë publike dhe në këtë gjë thuhet, pa njerëzit që sot vuajnë thonë që Fieri, jo vetëm, por e cilësojnë që Fieri është në kolaps në raport me këtë lloj specifike sepse ka pas shumë gjëra që policia nuk i çbën dot më. Dhe kjo është më Unë shpresoj që ky tjetë rasti i fundit që trajtohet në studion e emisionit Me zemër të hapur. Ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio, për informacionet e reja që sollet, për komentin e jashtëzakonshëm, por që duhem të jemi shumë të vëmendshëm dhe duhet prinderojmë ose të kërkojmë ndihmë dhe mos e rreshtim, edhe kur ndihma na refuzohet, ta kërkojmë këtë ndihmë për mënyrën se si duhet edukojmë fëmijët tanë. Edukimi nuk është vetëm duke i thënë fëmijët mos bëj këtë ose mos bëj atë, por shembulli dhe sjellja jon i bën që këta fëmijë të jenë qytetarë të përgjegjshëm nesër. Bashkë ndajemi këtu, të nderuar miq, për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.